125 raste të reja janë infektuar me HIV/AIDS për gjatë vitit 2025, 3 raste më shumë se një vit më parë, edhe pse janë përllogaritur deri në muajin tetor dhe jo për të 12 muajt e vitit. Ndërkohë 15 persona kanë humbur jetën për shkak të HIV-it. Që nga viti 1994, ku në Vlorë u konstatua rasti i parë, janë regjistruar gjithsej 67 raste, ndërsa për vitin 2025, qyteti bregdetar shënon 4 raste të reja. Në përgjithësi ka 67 raste të diagnostikuar. Flasim që nga 93. Që nga 93, vetëm në vitin 2025 kemi 4 raste të reja, në krahasim me 2024 që kishim 2 raste. Kuptohet që personat që rezultojnë pozitiv, testimi mund të bëhet si këtu tek neve, njëkohësisht bëhet dhe në sektorin privat, pra në klinikat private, apo dhe në qytete të tjera. E rëndësishme është pra në bazë të ligjit që këta persona nuk bëhen të ditur, anonimitet, pra janë anonim, dhe ligjin i ruan nga diskriminimi, e drejta e punësimit, e tjera, e tjera. Pra sot nuk jemi në kohën kur njerëzit duhet të stepen për të bërë një diagnozë. Moshat e prekura në Vlorë për këtë vit janë seksualisht aktive dhe të 4 shtetas shqiptar. 25 deri në 44 vjeç, kuptohet, po, janë vendas, nuk janë të huaj, dhe orientohen me njerë pra drejt trajtimit, që në momentin e vënies së diagnozës. Në laboratorin e Drejtorisë së Shëndetit Publik Vlorë bëhet ekzaminime skrinuese, që do të thotë merret një rezultat i cili nuk mund të quhet definitiv, por në bazë të procedurës bëjmë kontrollin definitiv pra nëpërmjet Institutit Shëndetit Publik. Dhe në momentin që kemi rezultat pozitiv, personat orientohen pra në kohë sa më të shpejtë për t'u nështruar trajtimeve dhe diagnozave të mëtejshme, sipas protokollit pra në qendrën spitalore Nën Tereza. Rruga më e përhapur është ajo heteroseksuale dhe më pak homoseksuale. Problemet e transmetimi nga nëna tek fëmia. Në nivel kombëtar janë rreth 1973 persona të prekur, rreth 377 prej tyre kanë humbur jetën. Rruga kryesore e transmetimit është rruga seksuale, kryesisht heteroseksuale, në gati 73%, 72.6% të rasteve është heteroseksuale dhe rreth 23.4% është homoseksuale, pra meshkuj që kryen marrëdhënie me meshkuj. E rëndësishme është gjithashtu dhe transmetimi vertikal, i cili zë një përqindje rreth 2.4%, pra transmetimi nga nënat e fëmija. Duhet thënë që edhe për vitin 2025, pra kemi një rast të tillë të transmetimit vertikal, pavarësisht përpjekjeve të shumta dhe informimit që bëhet vit për vit, pra në gjithë këto vite, pra nuk duhet të kemi raste të transmetimit nga nënat e fëmijëve, që do të thotë programet e depistimit apo të skrimit të grave shtatzamana tashmë aplikojnë për ditë. Që nga viti 1993, kur në vendin ton u diagnostikua rasti i parë infektuar me HIV, janë regjistruar 1973 persona të prekur, kryesojnë meshkujt, por është rritur edhe numri i femrave të infektuara. Por rritja e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme pritet të pasohet me një tjetër rritje të numrit të infektimeve edhe për HIV/AIDS, për të cilat duhet të ketë më shumë vëmendje nga Instituti i Shëndetit Publik dhe të gjitha strukturat shtetërore.